I dha karamele dhe preku në vende intime, arrestohet 60 vjeçari në Maliq, ngacmoi seksualisht 12 vjeçaren. Një ngjarje e rëndë u regjistrua ditën e djeshme në qytetin e Maliqit, ku një 60 vjeçar dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një 12 vjeçare. Sipas informacioneve dyshohet se 60 vjeçari e ka tërhequr fillimisht duke gënjur me toholla dhe më pas e ka prekur në vende intime. E mitura ka arritur të largohet duke shmangur kështu kontaktin me 60 vjeçarin. Kanë qenë prindërit të cilët kanë shkuar pranë komisariatit Maliqit bashkë me të miturën, e cila në prani të psikologut ka treguar rrethanat e ngjarjes. Komisariati i Maliqit ka arrestuar menjëherë 60 vjeçarin. Sipas dëshmive të dhëna në polici nga nëna dhe e mitura, vajza kishte dalë për të hedhur mbeturinat dhe teksa po kthehej fqinjë i saj, i ka dalë në katin e dytë dhe i ka zënë rrugën. Ai e ka prekur në pjesë intime dhe ka tentuar ta puth, ndërkohë që vajza është përpjekur disa herë të largohet. Ai i ka dhënë disa karamele, si dhe i ka thënë se do t'i jepte lek, por vajza ka arritur t'i largohet, pasi e ka goditur në këmbë dhe ka shkuar menjëherë në shtëpi, ku i ka treguar ngjarjen nënës së saj. Menjëherë ato janë drejtuar komisariatit Maliqit për të denoncuar rastin. Hetimet e mëtejshme do të hedhin më tepër dritë mbi ngjarjen e rëndë.